të flasim për situatën politike dhe të sigurisë në Kosovë, në mbyllje të kësaj jave. Jemi në muajin shkurt të në mars, Kosova duhet të ketë presidentin e ri ose presidenten, por cili do të jetë për skenarët dhe atë që po përgatitet në Prishtinë, do të flasim me zoti Visar Dili, analist i zhvillimeve politike atje. Zoti Dili, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje Dilber, faleminderit për ftesën, është gjithmonë kënaqësi intervistat me juve. Faleminderit ju. Visar, do jetë Vjosa Osmani apo ndoshta dikush tjetër, se në media janë arkuar shumë emra, edhe të vetë shpallur, por dhe ata që po përgatiten. Mes tyre Ramush Haradinaj, por edhe të tjerë, ka nga ata që flasin për një skenar që mund të jetë edhe Abdi Xhiku apo Bedri Hamza. Ju si lexoni gjithë skenarët e mundshëm, cili është më realisti? Shiko, një gjë është e vërtetë, sepse në këto 5 vitet e fundit të mandatit të zonjës Osmani e kemi kuptuar që Kosova sot ka nevojë për një president ose presidente i cili nuk rri në hije. Pra, na duhet dikush që vërtet ka guxim. Zakonisht këto janë njerëzit të cilët nuk vinë nga politika, sepse njerëzit të cilët vinë nga politika në bazë marrëveshjeve politike duhet të ta shtrinë qafën e tyre. Mirë po, unë shpresoj shumë që presidenti ose presidenti ardhshme të jetë dikush i cili vërtet mund të jetë një faktor i cili luan në rol kyç në unifikimin, bashkimin dhe zhvillimin politik të Kosovës. Shanset janë më të mëdha që të jetë jashtë, sikur e thatë ju, me dëshirë që të jetë, sepse nuk do jeti nënshtruar, apo në fundit pastaj garën do ta marrë njëri midis këtyre që janë lakuar më shumë? Unë për dëshirën time do t'i fusja sot partitë politike në kuvend që të ndryshojnë ligjin për zgjedhjen e presidentit, të bëhet një gare hapur ku sovrani e thot fjalën e vet mbi një ose më shumë individëve, dhe në këtë rast mund të kishim edhe këtë që thatë ju, nuk do të kemi persona të cilët do të ishin një farforme të servilosur për ta marrë pozitën e presidentit. Nuk mund të themi që zonja Osmani ishte servile në raport me zotin Kurti për ta marrë themi detyrë të cilën e kishte për 5 vite. Mirë po, çfarë ka punuar e rrugës dhe çfarë ka treguar e rrugës e dëshmon paga shumë atë të cilin e tham që zonja Osmani një farforme e ka shtri qafën e vet, ndoshta më shumë se sa që është nevojshme vetëm për ta marrë detyrën ose për të qenë presidente e ardhshme në mandatin e dytë. Mandati i dytë nuk i garantohet për shkak që zonja Osmani e dim që ka pas përplasje me zotin Kurti në shumicën e rasteve, edhe pse unë në shumicën e rasteve jam skeptik për përplasjet e tyre, unë besoj punim mes vete dhe gjithçka që kam bë me paramendim. Mirë po, fuqia politike e zonjës Osmani në raport me zotin Kurti mund të jetë e frikshme dhe zoti Kurti duhet ta vendosë këtë të fundit në hije në formën që pas 4 viteve zoti Kurti mos të ketë kundërshtar politik. Kurtit i duhet mbyllur atje në presidencë më shumë se sa të jetë në terren. Jo, zonja Osmani nëse do të jetë në presidencë mund ta arrisë një farforme paraqitjen e saj politike në Kosovë, po flas, dhe pas mandatit të ardhshëm mund të jetë e rrezikshme në raport me zotin Kurti. Mirë po, zoti Kurti dëshiron që zonjën Osmani ta eliminojë komplet politikisht, në formën që zonja Osmani mos të ketë mundësi pra ta luftoj zotin Kurti, sepse LDK-ja besoj që është një derë për zonjën. Dhe në anën tjetër... Po ta ktheni horizontalisht. Po, një moment, më falë të thirrje. LDK-ja është një derë mbyllur për zonin Osmani dhe lista guxo gjithashtu e kemi parë që zoni Osmani kishte përplasje edhe me oponent të listës guxo. Andaj nëse ajo do të vijë sot me një formim të një listës së re ose partie të re, do t'i duhej kohë gjatë për ta fituar mbështetjen popullore, themi këtu, në formë që t'i dalë në pah zotit Kurti. Prandaj 4 vite janë të gjata në skenën politike, të mos kesh funksion,
dhe mos të jesh pjesë e parlamentit së paku. Dhe në këtë rast unë e shoh që zoti Kurti dëshiron të eliminoj zonin Osmani politikisht. Ky presioni deputetëve përmes asaj bisede me Trumpin disa sekondash, ka efekt në Kosovë, se në Shqipëri një foto me Trumpin shitet shumë, sidomos para fushatave, po aty? Zonja Osmani është duke tentuar ta shes raportin e saj me zotin Trump si të rëndësishëm. E kemi parë deklaratën e fundit që ajo thotë që zoti Trump meriton çmimin për paqe. Për mu, do më thënë, nëse unë isha pyet zotin Trump meriton çmimin për burgosje, sidomos pas këtyre dokumentave të cilat rrodhen mbi aspektin Epstein. E kemi parë që zoti Trump, edhe pse nuk ishte në atë kohë pjesë e politikës dhe president, si një biznismen i famshëm, ishte protagonist në disa gjërat e cilat janë të ndaluara. Andaj të thuash për një person të tillë, po sot ose në këtë periudhë kohore kur në anën tjetër të botës janë duke zhvillu këto skandale, që ai person e meriton çmimin Nobel për paqe, për mua është definitivisht fundi çfarë mund të bëj një person siç është Zonja Osmani. Prandaj jo, fotot nuk shiten as deklaratat e zotit Trump, as deklaratat e zotit Grenell për zotin Thaçi, po as një lloj deklarate, sepse unë vazhdoj të them që në aspektin politik, qytetarët e Republikës së Kosovës në raport me rajonin janë më të informuar dhe janë më të pjekur. Pra nuk ndikohen let nga gjanat e vogla. Është një pjesë patjetër, e sidomos ata simpatizantë flak, por pjesa më e madhe në tërësi janë shumë të kujdesshëm. Prandaj ne në Kosovë kemi edhe numrin më të madh të pavendosurve në zgjedhje. Nëse marrim në raport me rajonin, në Kosovë zakonisht numri të pavendosurve të cilët nuk kanë vendosur se cilën parti do ta votojnë, shkon zakonisht 20 deri në 25%, kurse numri i përgjithshëm në rajon shkon diku te 16 deri në 18%. Pra jemi me hapa përpara kundrejt shteteve të rajonit. Hapësira gri është mjaft e madhe dhe prandaj edhe ka prodhuar në shumë raste dhe surpriza dhe pritshmërit janë më të mëdha. Por për të ardhur dhe herë tek presidenca, tani tek koalicionet, përse Kurtit mund të interesonte që Bedri Hamza apo Abdi Xhiku t'i vendoste në presidencë? Shka është fare e thjeshtë, zoti Kurti ka problem bashkëpunimi. E ka dëshmu këtë sa herë që ju është ofru mundësia dhe sa herë që është dashur të bashkëpunoj. Zoti Kurti që nga viti 2005 ka qenë kundër çdo lloj bashkëpunimi, pra do të kthehemi në gjenesë për ta kuptuar se me këtë kemi të bëjmë. Në fillimet të lëvizjes vetëvendosje, zoti Kurti si aktivist qytetar ka qenë i ftuar të jetë pjesë e bisedimeve Kosovë-Serbi, të cilat në atë kohë janë zhvilluar në Austri dhe ka qenë kundër. Zoti Kurti ka qenë kundër çdo lloj bashkëpunimi me partitë politike deri në vitin 2014. Në vitin 2014, kur lëvizja vetëvendosje filloi të fuqizoj pak nga pak në Parlamentin e Kosovës, në atë kohë isha pjesë aktive e lëvizjes vetëvendosje dhe normal që historiku në lëvizjes e mirë se prej vitit 2009 deri në vitin 2021 kam qenë pjesë e saj. Në atë periudhë, duke dashur që të futet me demos në pushtet, krijoi bllokun opozitar të quajtur Vlan, i cili pastaj u tradhtu nga LDK dhe Isa Mustafa, dhe as ajo nuk arriti që të shkojë deri në fund, sepse kërkesat e zotit Kurti ishin shumë të mëdha në raport me fuqinë politike që e kishte. Erdhi viti 2019 marrëveshja bashkëpunimi me LDK-n. Para saj ishin demonstratat, po flas për ato kundër demarkacionit, ku e kishte opozitën afër vetes dhe aty e tradhti. Viti 2009 bashkëpunimi me LDK-n, edhe aty zoti Kurti bëri gabimet e tij, duke shkarku ministra,
duke ofendu ministra, duke pru punën që LDK-ja të tërhiqet nga koalicioni sepse ata u nishin inferior në raport me ato veprimet të cilat i bënte zoti Kurti, dhe domethënë duke përmbledh shumë shkurt Dilber, historiku i zotit Kurti dëshmon që nuk është i aftë për bashkëpunim në raport me themi kolegët e tjerë politik në Kosovë. Prandaj unë nuk e shoh të mundur një koalicion mes LDK-s ose PDK-s, ku zoti Kurti një farforme e udhëheq atë koalicion si parti e parë. Pra, pas 5 viteve pushtet absolut në aspektin politikës qendrore jo lokale në Kosovë, zoti Kurti e ka dëshmuar që vazhdon të jetë po që e kishte në vitin 2005. Politika din të na befasoj, asnjëherë nuk mund të themi kurrë, asnjëherë nuk mund të themi jo. Sidomos politikanë në Kosovë në shpesh e them me miq e çuditin edhe pikën çuditëse, sepse janë të aftë ta bëjnë këtë gjë. Prandaj po kjo vlen edhe për rastin e Haradinajt, që pavarësisht se nuk ka numra, duket mezi siguroi mbijetesën në parlament, pra mundet i plotësohet dëshira për në presidencë, pra mund të ketë një skenar të paimagjinueshëm. Deri me një periudhë kohore nuk e kam besu, për shkak që Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka qenë stabile kundër lëvizjes vetëvendosje, atë që kanë thënë në vitin 2021, 2022, 2023, 2024 e kanë bajt, po dhe në krizën e madhe të cilën e kishin për 10 muaj, kanë qenë të betonizuar në mendimin dhe vendimin e tyre. Sot nga oponentë ndryshëm dëgjojmë që zoti Haradinaj është i gatshëm të jetë edhe president. Për mu, e thash qysh në hyrje, Kosova ka nevojë për një president që nuk rinë hije. Zoti Haradinaj do të ishte një përfaqësim i lejtë, si themi person me një background të fuqishëm. Historiku i tij, sakrifica e tij për Republikën e Kosovës ndoshta do t'ja jepte nderin që të ishte president në karrierën ose fundin e karrierës së tij politike, dhe por unë nuk besoj që me një koalicion. Pra, nuk besoj që Aleanca është e gatshme të futet një koalicion me lëvizjen vetëvendosje, sepse nga ky koalicion Aleanca do të dilte e humbur fare. Pse? Sepse vetëvendosja në raport me është një përbindësh politik, dhe duke qenë kaq e fuqishëm patjetër që Aleanca nuk do të mund të përballonte dot fuqinë dhe stuhinë që ka lëvizja vetëvendosje. Pra, unë besoj që votat do t'i kishte Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe zoti Haradinaj për të bërë president, sepse kjo do të ishte në favor të LDK-s e PDK-s, sepse pas zotin Haradinaj në krye Aleanca nuk është e njëjtë, dhe votat e saj besoj që do të shpërndaheshin në PDK dhe në LDK pastaj. Edhe diçka të fundit për këtë çështje, për jasharajt, si pistë për ju qëndron apo është thjesht për konsum? Nuk shko, është temë e konsumuar tashmë politikisht tek ne në Kosovë, sepse çdo herë afër zgjedhjes së presidentit përmendet emri i familjes Jashari. Përveç bekimit, të tjerët nuk janë involvuar në politikë, themi rrethi i ngushtë familjar i familjes Jashari. Dhe unë po besoj që sa më larg të rrim politikës, aq më emblematike do të jetë kjo familje, sepse po fillon të merren në politikë, do të zhyten dhe sakrifica e tyre pastaj mund të përlyhet. Sot në Kosovë, po edhe në Shqipëri, mjafton një themi titull ndoshta edhe i deformuar mediatikisht, dhe e dim se çfarë ngjan në komente. Andaj në këtë situatë unë mund të them që përdoret një farforme për ta vendosur frikën, po në këtë situatë sot ku jemi, Dilber, zoti Kurti nuk ka nevojë ta vendos frikën në raport me opozitën, duke përmend emra ose laku emra familjesh heroike në Kosovë, sepse periudha kohore në të cilën gjendemi ne sot jemi themi më pak se një muaj prej afatit të zgjedhjes së presidentit. Dhe opozita i ka dy mundësi: ose të shkojë në zgjedhje,
ose të votoj atë çfarë i serviret nga Albin Kurti dhe lëvizjeve të vendosje. Nëse ata dalin përsëri nga këto zgjedhje si bllokues, dëmi do të jetë për opozitën. Nëse do ta votonin atë i cilin i serviret nga lëvizjeve të vendosje dhe Albin Kurti, atëherë do të jetë përsëri në nënshtrim ndaj tij. Sot mund të them mos qofsha në lëkurën e opozitës, sepse e kanë pru vetën në një situatë e cila themi në aspektin politik është e rrezikshme në të dy anët e saj, pra në të dy anët e medaljes. Të lutem edhe diçka për ta mbyllur, për Vučićin kanë bërë bunja dy deklaratat të tij të fundit, së pari që për ushtarët robot mendimin e Kinës si do prodhoi, edhe pra mesazhi ishte i qartë për ato që do vinte më pas, dhe së dyti që pas protestave qëndron Kosova, Shqipëria, Kroacia për konsum, për larguar vëmendjen. Shiko, kjo pjesë e robotëve, Vučić tenton me çdo lloj forme që të jetë një Kim Jong-un demokrat në Serbi. E kemi parë çdo herë lëvizjet e tij politike sa herë që ndihet në siklet vendos tema të cilat janë hipokritë. Në këtë situatë, kjo pjesa e aspektit themi kështu e ushtarëve robot, çfarë mund të themi, është mirë kur të tjerët arrijnë të jenë inovativ dhe kreativ, sidomos për një shtet si Serbia, e cila aspektin e mendimit e ka aspektin mendimit politik në raport me rajonin e ka ende në vitet e 90-ta, pra nuk është që ka mujtë të kaloj tutje. Dhe nuk e di se sa do t'i bënin mirë këta robotët, sepse do të ishte një ndeshje mes kohrave, pra po flasim për atë 90-tës dhe këtë të sotmen. Sa i përket protestave, jo vetëm Vučić, po çdo themi udhëheqës shtetëror në momentin e parë që ka një masë të madhe kundër vetes, për ta mbrojt veten dhe për t'i qetësuar një farë gjej skenar të ndryshëm t'i vendos përpara atyre protestave. Kosova po të kishte fuqi kaq të madhe sa që të organizonte protesta të tilla në Serbi, nuk do ta kishim thirrjen për shtretimin e energjisë elektrike me mbi 21% tashmë përsëri, që do të thotë një fakturë bazë do të ishte 126 euro për secilin qytetar të Republikës së Kosovës. Prandaj zoti Vučić vazhdon të jetojë në ato ëndrat e tij dhe në një farë forme tenton që ti qetësoj mbështetësit e tij dhe mbështetësit pro Kosovo me to hi që i ka me këto parolla. Zot Dili, unë të falenderoj shumë për zbërtimin e skenarëve për presidentin e ri, por dhe situatën politike në rajon. Të falenderoj shumë. Faleminderit për ftesën, është gjithmonë kënaqësi kur kemi mundësi që vëllezërve dhe motrave për dej kufiri t'ju ndajmë disa informacione nga themi pjesa tjetër e kufirit dhe vëllezërve kënej. Ne jemi një dhe unë të falenderoj shumë. Faleminderit.